الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد الله نفلندرم باشا دمشير الله تشوف بي krijesën të dashur të Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, jemi në muajin e Ramazanit, jemi në muajin e mëshirës, në muajin e rahmetit, në muajin e taubës, jemi në muajin ku Allahu Azza wa Jall e zbriti Kur'anin dhe në këtë arsye vëllezër të shfrytëzojmë këto ditë, këto net sa më shumë me ibadet, me dhikr, me Kur'an, duke lexuar Kur'an, sepse në këtë muaj vëllezër besimtarit i falen mëkatet dhe shpëton dhe bëhet prej atyre të cilët shkruhet tek Allahu Azza wa Jall i shpëtuar. Unë sot një hadith të shkurtër, sigurisht që e keni dëgjuar prej xhallarëve, mirë po, thot Allah në Kur'an, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, përkujto se përkujtimi ju bën dobi besimtarëve. Hadithin e transmeton Ebu Huraira radiallahu anhu, ka thonë i dërguari i Allahu sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ai që i posedon këto tre gjëra e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Në këtë hadith i dërguari Allahu tregon se imani ka ëmbëlsi, imani ka kënaqësi. Imani, nuk është sigur që thonë dietarët, sigur se sheqeri, as si mjalta, por është imani zgjerim i gjoksit. Imani është rahatlëku në shpirtin që besimtari e shijon, që besimtari e përjeton. Dhe lumi ai i cili e ka shiju këtë kënaqësi, këtë iman. Pasi që e kanë pyet, edhe shpesh neve na pyesin xhamati vëllezër të nderuar, thon hoxhë nderuar, thot pse në fillim e kam shiju ëmbëlsinë e imanit, e pse tani nuk e shijoj shumë, sigurisht që kam shiju në fillim. E kam pyetur jetën pyetje Sheikh Shenkitin hafidhahullah, thot për arsye se kur je udhëzu, ke fillu, ke lexu shumë libra, ke bë shumë dua, ke bë shumë dhikr, ke bë shumë dawe, e ke pas dertin se nëse nëna jote s'ka fal namaz apo s'ka pas mbulesë, si ta mbuloj, si bona sebeb që nëna ime afton ta falë namazin. Apo e ke pas dertin e babës se s'ka fal baba namaz, apo të vllavit, apo të motrës se s'ka mbulesë, apo se s'ka namaz. Ke pas dertin çishti udhëzojnë njerëzit, si të bëna unë sebeb. Dhe me thonën, që ato vepra që i ke bon në fillim, a i bon tani. Kjo është shkaku vëllezër. Sepse në vend se të miremi, apo se si ti udhëzojnë njerëzit, miremi me të metat e njerëzit. Dhe me thonë, dertin e kemi pas ndryshe. Pastaj i ka shtu edhe 4 gjëra, thot, dhe me thonë, këto 4 gjëra që ja shtojnë besimtarit imanin, ato janë, me thonë, leximi i Kur'anit me meditim. Dhikri, sa ma shumë me bë dhikr, pastaj dua me bë, sa ma shumë me lutë Allahun Azza wa Jall, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, inna Allaha hayyun karimun yastahi min al-'abd idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allahu është i turpshëm, është bujar, i turpshëm, është bujar. Turpërohet për robit kur robi i ngrit duart lart e Allahu t'ia kthejë me asgjë. Po përpara ke bërë shumë dua. Je munduar çdo moment, çdo kohë ku pranohet duaja ke bërë dua.
A e shfrytëzon duan sikur që e ke bërë përpara. Prandaj është imani i dopt. Edhe e katërta është namazi i natës, vëllezër. A fal gjatë vitit namaz natës, apo vetëm se kur është Ramazani, apo veç 10 natët e fundit të Ramazanit. E këto katër gjëra vëllezër janë shkaku për ta shiju imanin, vëllezër. Sepse sikur që tham, imani është ëmbëlsi, vëllezër, është kënaqësi. Thot Ibn Taymija, fi dunya janna. Men lem yadkhulha lem yadkhul fil akhirah. Në dunja është një xhenet. Kush nuk hin xhenetin e dunjos, nuk ka me hi as xhenetin e ahiretit. E xheneti i dunjos është ledhetu ta'a, kënaqësia e ibadetit, kënaqësia e namazit. Namazi ka kënaqësi, dhikri ka kënaqësi, duaja ka kënaqësi, ibadetet ka kënaqësi, agjerimi ka kënaqësi. A e shijojmë vëllezër ne, apo nuk e shijojmë? E cilat janë këto tre vepra që ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, që nëse i vepron besimtari e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. E para është an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, që Allahu dhe i dërguari i tij të jetë tek ai më i dashur se çdo gjë tjetër. Ta kemi Allahun prioritet, t'i japim përparësi Allahut para epsheve tona, para egos tonë, para mëkateve që dëshirojmë t'i bëjmë. Pra Allahu në çdo sferë, në çdo gjë ka Allahu vëllezër përparësi dhe prioritet. Ta duam Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu në Kur'an: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Thuaj, nëse ju pretendoni se e doni Allahun, atëherë më pasoni mua. Pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është për shkaqe të dashurisë e Allahut. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Pastaj Allahu ja fal mëkatet. Wallahu ghafurur rahim. Allahu është mëkatfalës dhe është mëshirues. Vëllezër, kënaqësia më e madhe në këtë botë është të arish dashurinë e Allahut. Allahu me dashti ato. Allahu me dashti. Prandaj pejgamberi ka thonë: Allahumma inni as'aluka barda al-'aysh ba'da al-maut. O Zot, unë kërkoj prej teje që të kënohesh namaz vdekjes. A ka kënaqësi më vdekjes? Ka për besimtar kënaqësi është më vdekjes. Wa ladhata an-nadhari ila wajhik. O Zot, kërkoj prej teje që kur të shikoj ti kam u kënaq, duke shikuar ti në xhenet. Wa shauqa ila liqa'ik. Edhe për mallona për takimin tënd. A kemi arrit në këtë vëzër? A kemi përmallu për Allahun azza wa jall? A kemi arrit këtë gradë? Sigur që kanë qenë sahabët radiallahu anhu, kër e kanë pyet Ali radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu ka thonë, sikur tani të vjen melekul mautit ma merr shpirtin, jam i gatshëm ja dhon. S'di çka më shtu. E ka arrit kënaqësinë, e ka arrit përmallim, është përmallu për Allahun azza wa jall. Wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Ka thonë Musa alayhi salam, dhe shpejtova o Zoti im tek ti që ti të jesh i kënaqur me mua. Pse shpejtova? Pse erdhë o Musa? Thot erdha që ti të jesh i kënaqur me mua. E kjo është gjëra më e lartë. Do të thotë Allahu azza wa jall që të bëjmë të dashur të Allahut dhe në zemrat tona të formallohemi për takimin me Allahun. E kur të arrijmë këtë, atëherë ti jeton këtë jetë i lumtur, thotë zot. Jeton këtë jetë nuk dunjon e ki pa kodra, rafsh e ki. Allahu dhe i dërguari Allah. I dërguari Allah tjetë më i dashur të ti se çdo gjë tjetër. E dyta është ta duash vëllahun vetëm se për hir të Allahut. Pa kur në çfarë interes. Edhe kjo është shumë e vështirë vëllazër. Se në kohën e fundit është shtu interesi. Nuk gjen rrallë gjeni që më dash për hir të Allahut. E kjo është një vlerë shumë e madhe tek Allahu azza wa jall. Tek ne afton ne e konsiderojmë shumë të vogël, mirë po tek Allahu shumë është e madhe. Allahu, ata 7 personat të cilët janë dashur, do të thonë, një prej 7 personave është ata të cilët janë dashur për hir të Allahut, që janë shoqëruar për hir të Allahut. Allahu në gjykim ka më thonë, ku janë ata të cilët janë dashur për hirtimin? Sot do t'i fusën në hijen time në këtë ditë kur s'ka hije pos hije si më. Edhe pejgamberët
Edhe shahidët kanë me lakmu për vlerën dhe gradën dhe afërsinë që kanë me pas afër Allahut azza wa jall, këta që janë dashur vetëm për hir të Allahut. Allahu do thotë këta janë ata që janë dashur për hirtimin. Sot i fus në hijen e arshit tim në këtë ditë kur s'ka hije pas hijes së arshit. Ka dhe bezër me dashur për Allah vllavin është për çështjeve të rënda, mirë po është të gradave shumë të larta tek Allahu azza wa jall. Edhe e treta është të uresh të kthehesh në kufër, në mosbesim, pasi që Allahu të ka shpëtuar prej kufrit dhe prej mosbesimit, ashtu sikur që uren të hudhesh në zjarr. Pra me urejt kufrin, me urejt mëkatin, me urejt bidatin, me urejt keqen, ashtu sigur që urejn të hudhesh në zjarr. Ta uresh mëkatin. Ajo në kusht e pendimit tre vëllezër. Të largohesh për mëkatit, të vendosësh që kur mos thjesht në mëkat, edhe sa që të kujtohet mëkatin me të ardh keq. A kemi këtë? Apo lakmojmë për mëkatin në zemër ta kisha çat shonë se nuk e shfrytëzova unë atë, nëse ke këtë ndjenjë, atëherë ti nuk je i penduar. Duhet ta kesh këtë ndjenjë sa që të kujtohet gjunova i mëkatit, kufri e keqja, me urrënqef. Me thonë, njerë për mua apo çka pas kombona, jo me dash. E nëse e do, ti nuk je i penduar. Allahu azza wa jalla na thret në pendim. Allahu thotë në Kur'an: "Wallahu yuridu an yatuba alaykum." Allahu dëshiron që t'ja falë juve mëkat. Allahu dëshiron, ka dëshirë që t'na falë mëkat. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Kurse ata të cilët i ndjekin epshet, kanë dëshirë që edhe ju të bani sikur sa ata. Pra dhe të ndëruar, me u pendu tek Allahu, me urejt keqen, me urejt mëkatin, është për veprave madhështora, thonë që është për shkaqeve kryesore që besimtari e shijon amërsinë e imanit. Unë e lusë Allah azza wa jall që Allahu në këtë Ramazan të na falë të gjitha mëkatet, të dalim fitimtar nga ky Ramazan. Allahu e lusë që të na amnestoj prej zjarmit të xhenemit. E lusë Allah azza wa jall që Allahu të na bashkoj në Jannatul Firdaus me pejgamberët, me dietarët, me shahidët, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç na ka bashku dhe na ka të bëu në këtë xhami. Alhamdulillahi rabbil alamin.